Edhe 5 ditë pas alarmit të ngritur nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për pranien e pesticidit karboforan në specin e kuq të bluar të brendit Besiana, ky produkt vazhdon të shihet në raftet e disa marketeve në Çakov. Në redaksinë e televizionit Syri kanë arritur pamje të reja nga qytetarët, ku shihet se produkti ende vazhdon të jetë i ekspozuar për shitje, pavarësisht thirrjeve të autoriteteve që konsumatorët ta kthejnë atë në pikat e blerjes. Rasti u bë publik më 29 maj, kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se përmes sistemit evropian të alarmimit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafsh, ishte informuar për ndalimin e një ngarkese me specë të kuq të bluar me origjinë nga Kosova në kufirin me Finlandën. Sipas rezultateve laboratorike, produkti kishte rezultuar me prezencë të pesticidit karbofuran mbi kufijtë e lejuar.